vitin 1988, vite më përpara, keni bo në i ceremoni, në i tasëm, si ka qenë? Se u habi. 89. Ka qenë darsme e fundit që është mbajt në hotelin Grand, ai restorani poshtë atje. Në konat e rëndat Jugoslavisë. Po, mande e murën sërbët edhe u ndalu krejt, do të ajo ka qenë koha kur ishin ato demonstratat, kur ishin ora policore. Periudhe vështirë, arrit të tashijonit, apo e kishat atë sikletin e saj edhe situata? E aty ka qenë, baba ka qenë insistus në muzikën, ka qenë Ismet Peja edhe orkestri ti, se Ismet Peja ka qenë shoku i ti. Edhe unë pitëm këta, ata, Ismet Peja. Veç Ismet, jasë kush tjetër. Se ka qenë edhe një tërgjem i ti, se Ismet Peja është martu me një të pejes, një gru i cila ka qenë edhe shoqe e nanës teme, edhe baba ka qenë si ndërmjetësus ndërmjetën, edhe për herët parë që ka këndu Ismet Peja, ka këndur në darsmën e babit tim në Pej. Sa që ka qenë shumë një gjarje veçantë. Edhe kështu që ka qenë mirë, ka qenë darsmën shumë i mirë. Advajzën me kaqurela e kishe tashmë përbal, ishte nuse, po bëheshit gati që ta kalonit gjithë jetën bashkë. Nuse në prezencën e 400 musafirve, do më dhënë ka qenë darsim shumë e madhe për atë kohë, për mu shumë siklet, po edhe isha e re dhe gjithë shka një të mërësha si interesant, gjithë shka mu duke interesant, gjdo send i ri, kom qenë shumë kureshtare, gjithmonë edhe kom marë si një mësim e njetë edhe si send interesant, kërë që po, jo më knaqë edhe unë ndarësën teme. A ju pysim fëmijët sot, nga tregoni pak për dasmën, ose a janë kureshtarë të dinë se si ka qenë, që ju tregoni më shumë? Po, bile djali Noli, tash së voni i ka nxjerë ato videokasetat e dasmës tonë, edhe i ka digitalizu, edhe i kemi shiqu bashkë tash për vit 3, kur ishim bashkë me familje, kishim ko pak ma shumë se gjatë festave, po kemi ko pak me u relaksu edhe me mendu, edhe i kemi po ato fotografie, po, ka muhabete interesante, prej momentit kur vajzat më thojnë, qysh ki mujt, vajzat e mia, Lisa, Vesta edhe Lisa, kur kanë mërin moshën time, do më thonë 19 vjeqare, 20 vjeqare, me qenë me fmit vogël dhe me kry fakultet, ato më shiqoni dhe thojnë si ka qenë e mundun, deri te ajo që Valdeti ka qenë shumë persistent edhe frajer edhe e kam bri qëllimin, po gjithmonë në jetë e kemi pas njëni tjetrin partner, krahtë fuqishëm, edhe kur njëni ka ra, tjetri e ka ngrit njëni tjetrin. Kështu që ajo na ka mbajt që na me qenë ende stabil, me qenë të pandashëm, edhe sendin kryesor që e kemi në martes, e që na ka mbajt në këto vite është respekti. Dashuria është shumë e rëndësishme, po edhe respekti është shumë e rëndësishme, edhe besimi në njëni tjetrin. Se është problem në shoqënin tonë, derisa ta merë besimin, e derisa, jo në ndikimet e rrethit, të shoqënisë, edhe nëse ti beson, ndodhë që rrethi me dvun dilema edhe ndjyshimet caktume, po aty i kemi te i kalu, me komunikim. Gjithmonë jemi ule dhe kemi fole dhe kemi bisedu dhe kemi zgjedh probleme që aty për që aty, se për ndryshe nuk mundesh. Edhe, po du, edhe një detalj interesant, kur vendosëm që po martohem, gjyshi i saj ka qenë Salinushi, një intelektual i njoftër edhe... Ka qenë atë ko minister për arsim, shkencë dhe kulturë në kone Jugoslavisë, ka qenë minister